Miqtë të Piskut, ju përshëndesim, uroj që të jeni mirë. Jemi në takimin e 8 me Aleksin, të cilin e falenderoj shumë. Gjerasin ta falenderoj dhe në emrin tuaj që jeni çdo ditë e më shumë të shumt në numër dhe mbështetës të rregullt të kanalit Pisk, dhe atë se çka na thotë dhe Aleksi, realisht që e the me bindje plot, po na hap syt dhe falenderoj shumë edhe ata që kanë komentuar, që mbështesin dhe na japin një pikpamje mbështetëse në atë se çka thot Aleksi, ndoshta edhe plotësuese, por ka dhe nga ta që është edhe pjesa tjetër e masës, le të themi, kryesisht jo për t'i vënë në faj, por nga keq orientimi, le të themi, i mediave në gjithë botën, ngjarjeve që po ndodhin, që janë të shumta në numër dhe të përmasave shumë të mëdha për ta përshpejtuar sa më shumë atë se çka po ndodh, jo vetëm në Shqipëri, por dhe në rang global, botror, ndërkombëtar. Aleks, të falenderoj shumë dhe marr shkas ta nisim këtë bashkëbisedim, do ta konsideroja se ne kemi shumë të natyrshme edhe bisedën tonë që siç ishte edhe hera e fundit, jemi futur shumë në linjë dhe se marrim vesh se kuptojmë se sa shpejt ikin minutat kur ti na thuan informacione për sa i përket asaj se çka ndodh në realitetin tonë njerëzor. Vërtet. Ju falenderoj për ftesën e radhës të emisionin e 8 quhet ky. Po. Kemi numrin që simbolizon infinit. Infinitin, që mbaron kur e formon kështu. Është shumë pozitive edhe kjo. Aleks, doja që ta nisim pak për sa përket asaj se çka po ndodh në ti e ke paralajmëruar, e ke thënë dhe në fillimet edhe ndoshta të kanë paragjykuar dhe ke edhe nga ato që të thonë, ore, ky ai ka pi ilaçet, s'është mirë, e kanë lëshuar nga çmendina, kemi të gjitha këto. Doja që ta nisja një me këtë si çfarë mendimi ke për këta njerëz që komentojnë, përveç pjesës tjetër që unë i falenderova dhe i falenderoj dhe uroj që të shtohen dita ditës që të mbështesin, jo që ti ke nevojë për mbështetje, por sa më shumë ti jemi aq më mirë, drejt mirës. Shiko, unë besoj se çdo reagim është i mirë pritur, sepse tani po t'ishim gjithë me një mendje, s'do kishte kuptim. Është e bukur dhe kjo larmia, shumë ato lloj-llojshmëria e ngjyrave, domethënë të reagimeve. Janë të mirë pritura dhe pozitivet dhe negativet, në thonjza negative, secili mendon me mënyrën e vet, ka të drejtë të mendojë në formën që mendon se është më e mira, edhe paragjykuese le të jetë, s'ka problem. Ktu jemi për të dhënë disa sqarime, edhe ata që patën disa paqartësi dhe u nxituan ato reagime mund t'i japin ato përgjigje edhe këtu. Kështu që ja lëm kohës në vazhdim tani, nëse do... Dhe për ata personalisht ke diçka t'i thuar diçka? Atyre personave që ndoshta janë nxituar ose shprehen në këtë formë, dhe cila është arsye pse shprehen kështu, sipas teje? Po ashtu shprehen sepse deri aty e kanë atë rrezën, si ta them, të kuptuarit të gjërave. Këtu jemi për ta zgjeruar atë rrezën. Aleks, botën e ka marrë lumi, siç e ke thënë, e ke paralajmëruar dhe sot njerëzit po e shohin dhe më konkretisht me fakte. Amerika në protestë, njerëzit janë derdhur rrugëve duke protestuar kundër Trumpit dhe në mbështetje të demokracisë. Çfarë po ndodh? Tani shiko, është pak herët që themi diçka konkrete ose të sigurt. Se tani këto protestat po kthehen kështu si masive gjithandej. Po i shikojmë në Serbi, po i shikojmë në Turqi, po i shikojmë në Greqi, tani u shtua edhe Amerika në listë. Ku duan dalin tamam, se dim tani çfarë pakanësira kanë ata atje. Nuk e di, domethënë do të jetë diçka në parapasken patjetër. Do të jetë organizuar vetë thoni, thua ti apo këto protestat gjithmonë duhet me parë me çik dyshim. Gjithmonë duhet me parë me dyshim, ne e kemi thënë këtë. Pra edhe Aleksin shihem me dyshim, por kërkoni, shihni, lexoni. Thjesht japim një ide këtu, pastaj vazhdimi është në dorën tuaj, domethënë që ti lidhni situatat janë apo si janë ashtu. Të marrim rastin hipotetik sikur është vërtet, sikur populli është ngritur vetë. Cilat mund të jenë arsyet që populli mund ngrihet kundër Trumpit? Po ndoshta për arsye se tani ai e nisi mirë atë presidencën e vet dhe filloi duke thënë që do bënte shumë përmirësime, duke nisur për botën, duke nisur nga Amerika. Edhe se duket domethënë nuk është se i ka qëndruar aq korrekt atyre premtimeve që kishte bërë. Edhe nisim këto pakënaqësirat. Kjo është ana pikpamje e pafajshme e gjërave.
që nisën domethënë kështu populli del spontanisht rrugëve dhe bën ato reagimet që bën. Se qa është në prapasken, se tani ndodh që edhe këto shumë nga këto protestat janë dhe të nxitura, të shtyra nga pas, nga prapaskena. Ku duan dalin në qëllim konkret. Tani dhe Trumpi nuk është se mbajt për nejtë çuni mirë, se vërtet nisi duke plotësuar disa pika vërtet mira, domethënë, zhduku këto LGBT-qerat, këto woke agendat këto, dakord, ishte shumë lëvizje mirë ajo. U të rojsh nga OBSH-ja, tani i flitet që do të rishka dhe nga organizata botërare e tregtis, OBT-ja. Kjo është ajo që thamë në emisionin e fundit që do shkaktoja të urin që do vi këtu. Po. Qëndrojmë pak të kjo se edhe presidenti e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, ka bërë dhe një thirrje ku ekonomia globale do të vuajë, madje edhe me një video saj që ka folur. Ka thënë që pritet që në Europë do të përshkallëzohet një uri ekstreme, madje nga informacionet e mia, nga shumë shqiptarë që janë jashtë atje, po përgatiten gjithë duke u furnizuar në familjet e tyre që të kenë ushqim për disa ditë ose ndoshta edhe javë. A mos ka lidhje me këtë të Trumpit, le të themi, çfarë po ndodh? A mund të themi që ne kemi thënë që Amerika në luftë me Europën, kjo përplasjet, jo dollari, sanksionet e Trumpit. Po patjetër, luajnë gjitha këto. Tani po bëri ndryshime Amerika në politikën e vet, ato do të ndikojnë patjetër edhe në botë. Se që ndaj varen plot gjëra. Tani ajo uria nuk është do jetë kufizuar vetëm këtu, siç e tham atëherë. Ajo do jetë kudo. Po do ketë impakte të ndryshme. Njëri vend do evojë më shumë, tjetri më pak. Pastaj tani këta do nxjerrin një krizë artificiale. Në shumicën e rasteve artificiale i kemi gjërat që vinë si ndryshime, të krijuara qëllimisht pra artificiale për ta përkthyer ship. Janë të inskenuara domethënë për të dalur diku. Të krijuara nga vetë. Po. Edhe madje si zgjidhje, se gjithmonë ne kemi thënë problem zgjidhje, sjellin zgjidhjen. Kishin menduar këtë pjesën domethënë që doli ajo Banka Qendrore e Europës tani. Lagarde aty dhe shprehu që nga tetori do filloj të qarkulloj moneda digjitale. E përshpejtuan shumë, do të sillin tani këtë tetor që vjen. Të tetor. Para domethënë ka lënë të bëhen gjithë shifër, kompjuter. Është ajo pjesa e digitalizimit, e skllavërisë moderne, që me një buton ty të zeroj llogarinë bankare, po reagove, po dole të protestosh, po i prishe, po shkove kundra në një që kanë krijuar ata edhe të lidhin. Edhe po përshpejton, domethënë po shkojmë drejt digitalizimit tani, të përgatitemi për këtë gjë. Po reklamohet dhe këtu ajo pjesa e digitalizimit, po futet fuqishëm me inteligjencë artificiale. Ky kryeministri jon kishte thënë para ca kohë domethënë që do futeshin 2000 kamera këtu në vend. Dhe vëzhgimi kudo gjithandej. Po kjo është për të rritur rendin dhe sigurinë, patjetër. Ajo vjen kështu domethënë, ata na paraqesin, është ajo pjesa e vitrinës, ajo mbështjellësia, që kështu duhet të thotë, që ne vetëm ndihemi komod, mos të dyshojmë që ka diçka në realisht në përpasken. Edhe paraqesin domethënë që është për sigurinë, që të bjeri kriminaliteti e këto me radhë, këto mbështjellëset e bukura. Po realisht çfarë është? Realisht është mbikëqyrja, vëzhgimi, të dinë ata gjithçka që ti po bën, ç'a do bësh, me kohë takosh, çfarë po thua, duke filluar me këtë spionin e vogël që quhet telefon celular, që aty fillon ato. Në qartë. Edhe po fusin këto gjëra domethënë. Po jo për të mirën tonë. Sado që thon për të mirën tonë, nuk është për të mirën tonë. Një pjesë e madhe duke lidhur nga video e fundit që kemi pasur që thatë që do të ketë një luftë Trumpi për shembull me SBA-ja me Iranin që pritet varësi se ditët kalojnë dhe sa më shumë kalojnë ditët, aq më afër asaj siç ka thënë ti jemi apo jo. Po, patjetër. Po shumë njerëz thonë që kjo nuk është vetëm dorën e Trumpit. Tu le të themi është gjithë zyra ovale le të themi e Shtetet e Bashkuara. Nuk është Trumpi që i merr vendimet. Po mirë, kur themi Trumpi, supozojmë domethënë është sinonimi i Amerikës. Sinonimi i politikës të Amerikës, pa e përfshim me fjalën Trump.
Pra kjo ti mendon se mund ndodhi kjo sado i shkar le të themi, siç e njihet me të epitetin krahasues Trumpi? Dhe ai s'ka marrë ilaçet. Tani, është ajo për të batutës se edhe ngacmimet që bën ti për ata si çka të ka ngacmuar edhe ti për pjesën e ilaçeve, por edhe për ata kanë thënë. Po, edhe për atë. Por kjo është ajo gjithmonë që kush është ose le të themi sot në çfarë do lloj situate ne kemi thënë pakupare thellë ti që ne do të dishojmë për çfarë do lloj atë pjesë që dëgjojmë, për çfarë do lloj gjëje që na shitet, na serviret, siç ishte edhe rasti i protestave që është tani që ka në Amerikë. Pra ne jemi në atë dilemën ta besojmë sikur është vetë populli që është ngritur, apo aty ka le të themi një influencë tjetër që i ka orkestruar këtë protestat, jo vetëm në Amerikë, por edhe në Greqi, edhe në Serbi, edhe në Maqedoni, edhe vende të tjera që pritet të ndodhë në Europë, se të gjitha këto përshkallëzohen edhe në vende të tjera. Por ne kemi thënë e kemi lënë të hapur të pjesë që njerëzit të dyshojnë, të arsyetojnë, të kërkojnë, të lexojnë dhe të kuptojnë. Kjo është ajo se çka po mundohemi dhe ne të bëjmë njëri tjetrin. Elementi dyshimi tregon shëndet mendor. Nuk mund të përtypet gjithçka ashtu siç na serviret në pjatë. Mendoni, logjikoni, filtrojini, mos u nxitoni. Po si mund të jetojë një njeri gjithmonë me dyshime, Alex? Disa prej atyre që na kanë komentuar thonë po na ushqeni panik. Bota është shumë e bukur, shumë e mirë, jemi në paqe të gjithë. Po tani është ajo efekti i asaj rrezës, sa kupton njeriu, domethënë. Nuk është se po dëgjon tani, nëse i duket bota e bukur atyre dhe jetojnë në një botë prej qelçi kështu si ata në akvarium peshku, dakord, ata ashtu e shohin. Ose nuk duan dhe që ta shohin. Është dhe kjo tjetra. Edhe kalojmë te ajo teoria e struncit pastaj që kur ndihet në rrezik, zhyt kokën dhej atje, edhe është mirë fare, ndërkohë që këtu lart rreth fqak tjetër po bëhet kasapan atje, ai ndihet okay, vetëm se ka zhyt kokën brenda. Këtë e praktikojnë shumë njerëz, këtë teorinë e struncit. Nuk duan ta shohin. Nga një javë që ka kaluar nga biseda e fundit që kemi pasur, nga biseda online, le të themi, bashkëbisedimi, podcasti, intervista, çfarë do lloj gjëje le ta quajnë gjithë ata që na ndjekin. Jemi drejt përmirësimit, le të themi, të botës, pra bota po ndryshon drejt mirës apo drejt keqes, jo nga ne. Se mos ndoshta marrin guximin e mendojnë se nëse mendojmë se është pjesë që mund të jetë nga ne, por po çka kena në dorë ne? Kush na pyet neve? Po, por nga ato se ata njerëz që kanë dorë, le të themi. Çfarë po ndodh? Pra, çdo ditë që kalon, si ti na ke thënë që është shumë afër lufta e tretë botërore. Ajo është shumë afër dhe pa diskutueshme që do ndodhi. Nga ngjarjet që po ndodhin, që po na shiten, ose ato që ke analizuar ti, ku jemi duke shkuar? Po tërhiqemi apo po shkojmë me hapa më të shpejt drejt fundit? Ose drejt luftës së tretë botërore? Drejt përkeqësimit po shkojmë, edhe ndoshta edhe madje do thoja që ato hapat janë përshpejtuar më shumë. Se po na dalin me ca gjona, me ca vendime të reja, domethënë që po e shtyn situatën drejt asaj. Edhe po shkojnë më shpejt akoma. Të tipit? Po tani atje në Amerikë për shembull, ajo pjesa që thoshte Trumpi atje që do i bim Kanadas, do i bim Grilandës, do i bim kësaj një pjesë të Meksikës, edhe të Ukrainës që do të marr ato lidhjet me ato pasuritë minerale, ata tani atje duan të ndërtojnë një superkompjuter në Amerikë. Po i duhen disa burime, disa metale që nuk i ka toka amerikane. Edhe i kanë këto vendet që ai futet në listë që do që të fusi duar dhe kthetrat. Që të ndërtojë një superkompjuter që funksionon me sistem kuantik, bën ca llogaritje, domethënë që dhe parashikon si do vinë situatat, bën kombinime. Po. Edhe i duhet kjo lloj ky kompjuter, kjo arritje. Edhe prandaj i kishte aq të nevojshme ato pasuritë minerale të Ukrainës. Edhe të disa vendeve rreth e përqark të Kanadas. Kjo është një nga ato, domethënë që po e përshpejtojnë. Kjo inteligjencë artificiale që po përhapet me llogari matematikore, domethënë po përhapet shumë edhe shumë shpejt. Kjo prap ndikon tek ajo pjesa, domethënë që nuk po shkojmë drejt një mirëqenie. Si nuk janë, se çdo kush që kur e dëgjon këtë që sapo the, janë gjëra që të përmirësojnë jetën.
le të themi inteligjencë artificiale ose për llogaritjet e shpejta ose që janë të vështira, le të themi. Njerëzit sot i lexojnë sikur janë gjëra që ndikojnë për mirë në zhvillimin e një shoqërie. Po ja, për shembull AI-ja, ti ke nevojë të bësh një logo, të bësh një ese, të zgjidhësh një llogari ku dëgjon matematikore atje që të marrësh punë shpejt e shpejt, mos rish me orë të tëra me një zyrë. Në qartë. Dakor, kjo është pjesa e mirë. Po. Po e keqja cila është? Ktu tani hyn ai dyshimi, domethënë që e monedhës, teorisë monedhës, domethënë që gjithmonë janë ato dy anët e monedhës. Neve këta zakonisht na paraqesin atë anën e mirë të gjërave. Që turmat mos t'i zëri paniku. Po atë pjesën anën e errët të monedhës, atë anën e errët të hënës nuk na e tregojnë. Atë po na e thua ti, cila është? Çfarë bëhet fjalë? Që inteligjenca artificiale vërtet të zgjidh këto 2, 3, 5 gjërat e vogla, por qëllimi është domethënë që ty të kenë në mbikëqyrje të vazhdueshme, i intereson ajo pjesa, çfarë bën, me kë po flet, çfarë bleve, sa harxove, sa para ke në bank. Duan din gjithçka për ty. Aty humbet personaliteti, aty humbet privatësia. Pse duan ta dinë ata se çfarë bëjmë neve? Është si ajo pjesa që e kemi parasysh në shpesh herë, pas e kemi vënë re. Kur futet dikush në Facebook, të nxjerrë aty te ajo faqja kryesore, çfarë mendon, çfarë po mendon, çfarë ke në mendje se diçka e tillë thotë aty. Domethënë e intereson kjo gjëja. Ajo jeta jote, privatësia jone, jeta jon personale. Duan të fusin këta dhe aty. Në mënyrë që ti të kenë në kontroll, që ti mos reago, po patë ndërmend të bësh diçka që nuk i intereson atyreve, që i prish punë atyreve, siç ndodhi në kohën e pandemisë, kush postonte diçka, domethënë që ishte kundra planit të vaksinimit, të bllokonin, të nxjirësh edhe një reklam të o boshos aty poshtë, shiko se këtu ka të dhënat e sakta, edhe kjo me këto postime që bëri tani vjen ndesh se nuk e di, nuk është shkencëtar, se kishte edhe nga këta, nga bashkëqytetarët, adhetarët ata që thoshte pse je shkencëtar ti, je doktor ti. A thua se ajo dia është e monopolizuar vetëm tek ata dhe neve nuk mund të bëjmë kërkime personale tonat, edhe bllokoshet ajo pjesa aty. Kjo pra, domethënë po vinë edhe po na mbështjellin gjithnjë e më shumë. Për këtë shërben kjo inteligjencë artificiale. Edhe do vinë aty dhe do e pyesim, prit se ti nuk e di, do pyesim çfarë thotë AI-ja. Edhe i bëjmë pyetje, çfarë mendimi ke ti për këtë thotë? Të jep një përgjigje artificiale ajo bazuar nga Wikipedia, se aty janë gjithë dhënat e siç mund t'i kërkosh ti në Google për shembull. Po nga Google. Janë të përqendruara aty. Ti është pak më e shpejtë, le të themi, ose më e përmbledhur. Po është më komode, kështu i dëgjon ti me z aty, të duket më bince. Edhe çfarë mendimi ke ti për mua për shembull? I thuaj AI-t, ëh? Po. AI-t i thu çfarë mendimi ke ti për mua? Që s'ke dëgjuar si fjalë bukura, si fjalë mirë gjithë ditën, se ke pas ditën kështu ka ra komplet morali, i thua asaj, çfarë mendimi? Thotë ti je çuni më mirë, ti je çun king, ti je çun fantastik, tu të jesh në krye të vendit e të jesh këshilltar i Tiranës. Po. Si tani po ke Rama në është buk shumë të gjitha ne veç Rama del më. Del televizor, hap televizorin, fillojnë edicionet e lajmeve nga fillimi deri në fund, po Edi Rama. Netflix po Edi Rama ka rasti del edhe këto filma, do me pa serial për qejf, do më shkëput fare nga realiteti shqiptar, politik, ekonomik. Si e këtu më dha, je shkëput me s'ke mundësi për ble bileta për me dalë jashtë, por pak të thu po shoh film amerikan. Del Edi Rama prapa atje. Shkëputet realiteti i vendit. Nuk shkëputesh dot më del Edi Rama. Duhet të dal pak tek logo. Kjo logo që ne kemi cek herën tjetër. Tani çdo ditë ai na sjell atë pesën, na jep kështu fytyrë çdo ditë, mëngjes atë plëmbën pesën, domethënë votoni atë plëmbën, ta hani plëmbën që ta merrni. Është tani kjo logo. Njerëzit ka shfaq shumë kurreshti edhe nga ai shpjegimi që kemi bërë herën tjetër, por këtu tani na sjell me një flutur të kuqe me këto disa simbole të tjera, head, wheel, Venus, logic, Jupiter, Saturn, Sun, shenjat e horoskopit, peshorja, vigjeresha që janë tu, gaforja, moon, hëna, edhe çfarë është kjo? Rasket? Rasket, se di çfarë është kjo? Pra çfarë nuk ka, domethënë tu i ka të gjitha. Ata i din, por neve si dim, po luajnë me simbol ata. Çfarë do thotë kjo, Alex? Ne jemi fut pak në këto, por do kisha dëshirë deri në fund të fushatës që njerëzve të japin një këndvështrim ndryshe nga ajo se çka po na japin ne këta.
Ajo plëmba e parë ishte më e pasuruar ajo, kishte më domethënë Është edhe kjo, your future is in your hand. In your hands. Po, in your Është hand, në duar tua ajo thot. Po, e kush është Ky ardhmja? është iluzioni, pra, ajo që na e shesit dhe plëmba kështu. Po, e ardhmja digjitale atje në dorën tënde, se do na fusin dhe një çip te dora neve ato dhe çdo gjë ti do identifikohesh me atë numrin personal që do përmbaj qipi këtu. Ajo është në dorën tënde. Se këtë don të tregoj domethënë. Mesazhi in your hands në duart e tua, domethënë atë ka, se ai është qëllimi kryesor, domethënë po futun ato ka mbaruar punën me njerëzit. Tani kjo këtu, shiko, po ta vësh re, aty ajo e para, se ajo e para është më e fuqishme kjo. Kjo. Se tu e ka bën me flutur për të na marrë çikment, domethënë, është sa i bukur pas ka flutur. E i ka vënë çik kështu atë. Detaje tani që ndoshta mund të lidhet njerëzit, dikush lidhet me fluturën, dikush lidhet me tani këtu domethënë na ka treguar fazet e ndryshme të hënës. Kemi duke filluar me eklipsin nënën e herët, pastaj fillon me çerek hënën këtu, fillon me gjysmë hënën, 3/4 e hënës e mbushur dhe pastaj hëna e plot. Mi po, me sa dim neve, hëna, se supozohet se këto këtu janë ndriçimet e hënës, ë? Po. Këtu që këtu është ndriçuar çerek, këtu është çerek, këtu është gjysmë, këtu është pak më 3 çerek, këtu e plot, ë? Po, se tani hënën, me sa dim neve, nuk e ka dritën, nuk e ka nga vetja vet. E merr nga diku. Është pasqyrim pra, i ndriçimi tjetër, e merr nga dielli me sa dim, siç e marrin edhe planetet e tjera. Domethënë nuk e ka nga ana vet dritën. Po. Mirë po, neve këtu nuk shohim diell. Sfondi është i zi. Po. Nga e merr ka këtë dritën kjo hëna këtu që i pas këto fazat e kështu të ndryshme kjo. Ti po thua që këtu nuk ka diell. Pra edhe këtë po hënën ka këty. Mos është ky ylli këtu. Janë të yjet. Ato janë yjet e larta që neve i shohim me sy të zbuluar ato. Por nuk janë ato që japin ndriçim hënës. Jo, kupton se janë shumë larg. Neve njohim vetëm diellin që është më afër në planetin Tokë. Në sistemin ton diellor, domethënë që e furnizon me dritë hënën. Këtu nuk shohim diell. Përkundrazi shohim një sfond të zi. Një humner. Atë humnerin e përmendi dhe ajo vetë kishte thënë, e tha në një moment. Plus që kemi këto simbolet e tjera, këto trekëndçet, mrapç, parç, që e tham, këto janë simbole të misticizmit kabalizm, të kabalës që i referohet shumë misticizmit. Simbole magjike. Edhe kjo është e pasuruar me shumë elemente të tillë. Edhe madje, ka që me këtë? Ajo ka, atë po ta zbërthesh, ajo nxjerr plot, ka goxha. Pse kjo më lidh pak edhe me atë të Erion Veliajt, me mjaftin për shembull, pesa e dikurshme. Po, me këtë plëmbën vetëm se ajo ishte gjakosur. Po, ajo ka qenë edhe gjakosur që përdori gjatë që shqiptarë edhe. Po, me këtë dorën, me këtë kështu, domethënë sikur do identifikohemi një ditë me dorën, kupton sepse aty do na kalon një identitet digital të dora që përkthehet çip. Kupton, atë dorën shumë e reklamojnë këta. A thua për këtë ka për çipin, për këtë pjesën e saj që vjen në kontrollin ton, se çipi atë personifikon ose simbolizon le të themi. Shiko, se kishte ndodhur një dialog paracakohen në 2006, në 2007. Ka qenë një regjisor i famshëm, edhe shkrimtar, Aaron Russo i kishte emrin ky. Edhe nga që ishte tip kështu genial ky, i kishte tërhequr vëmendjen një nga pjesëtarëve të familjes Rockefeller. Konkretisht Nicholas Rockefeller. Edhe kishte ftuar për një drek. Sepse këta tipat, këta peshkaqen të mëdhenj, këta hebrejt, këto që merren që komandojnë botën në prapasken, i vlerësojnë njerëzit e zgjut. I dun, edhe sikur mos i racës tyre, i vlerësojnë njerëzit e zgjut. Edhe atyre do t'i japin një shans që të kuptojnë. Kurse ata që nuk mushin, ato nuk i konsiderojnë bakti ata. Kurse njerëzit e zgjut i dun, i pëlqen, nuk e di, ka një lloj afeksioni ndaj atyre. Ky tani Nicholas Rockefeller e hasi këtë gjë te ky regjisori. Aaron Russo. E kishte ftuar një ditë për drek, e dërgoi sekretarin e vet si ndërmjetëse për t'i bërë këtë ftesën. Ky e pranoi ftesën, erdhi aty në një gradacel gjigante të New Yorkut, edhe u zhvillua një bisedë atje. Edhe filloi duke bërë çik spektakël ky, duke i thënë tani që shiko, neve kemi gjërat në dorë, tha. I tha ky Rockefelleri, Nicholas Rockefeller.
Nevi kemi gjëra në dorë dhe nevi lym të gjitha ato fijet e botës, domethënë si do eci kjo, si do shkoj ajo, gjitha. Po pse thonë edhe kaq troç ato? Po, supozohet se ishte bisedë kështu personale dhe po i hapesh në ato moment, po tregosh transparent. Edhe i tha që do ndodhi një ngjarje e madhe tani, tha, në Amerikë që do ndryshoj historinë. Si kam si kaq sigurt janë ato që gjërat e tyre që thonë ato se mashat që luajnë ata do të ndodhin me do e mos? Ato janë shumë preciz. Janë preciz. Ecin me një perfeksion të papar, nuk lën gabime pas ata. Ashtu. Aty vetëm Zoti vet po ja prish planet. Njeriu nuk ja prish dot. Është vështirë. Po zbohet se ato janë të organizuar, kanë gjithçka. Çdo gjë e kanë dorë ata. Dorë prap dora. Kanë dorë, future. Edhe ndodhi pastaj. Do ndodhi diçka, po. Do ndodhi diçka që do ndryshonte atë rrjedhorin e historisë. Edhe kur ndodhi pastaj, ja për shembull do rrëzojmë ato dy godinat e mëdha, edhe ishin ato kullat binjake. Kur ndodhi kjo, ndodhi më mbrapa kjo se ai nuk arriti ta shikonte se pati një aksident ky Rockefeller, ky Aaron Russoi më mbrapa. Çfarë aksident? Po ato pra aksidentet e famshme që të kam thënë. Pse kanë mbrapa këto thua? Po e hoqën qave atë. Si vdi që ai? Pra si e dinë që vdi domethënë. E helmuan. E helmuan, a? Po desha më thën fund, po doli kështu tani, parantezë. Po jo, pse na i thuaj se ne nuk kemi edhe informacione për këtë. Jo, në fund të kësaj bisede se pati një vazhdim atje. Po, mbylli këtë na thy pak edhe. Edhe ky filloi duke bërë ato spektakle, domethënë para këtij regjisorit, për treguar domethënë që shqipe nejna bobat jemi ata njishat që komandojmë situatën në botë. Edhe tha, çfarë mendimi ke për lëvizjen feministe, i tha, në një moment. I tha regjisorit. Ja drejtoi kështu si pyetje. Edhe tha, hiç asnjë gjë, thjesht kërkojnë të drejtat e tyre. Çik budallti, i tha. Troç, Po. U tregu kështu transparent. Edhe i tha, po pse, tha? Po lëvizjen e feministe financojmë neve, tha. E kemi bërë enkas që të funksionojë ajo lëvizje, tha, sepse duam me anë të kësaj lëvizje që të nxjerrim gruan nga shtëpia. Nga shtëpia do të thënë ta nxjerrim nga roli, jo me kuptimin e ngushtë të fjalës nga shtëpia, se normal që do dalë nga shtëpia. Si ajo kokra e qefit. Edhe po pse tha ta nxjerrim nga shtëpia, tha? Po që ta taksojmë edhe pjesën tjetër të popullsisë. Nuk do taksoshim vetëm burrat, tha që dalin aty jashtë punojnë, ti taksojmë edhe këta, edhe femrat. Këtyre tani me këtë punën e lëvizjes feministe i hyri ajo vet jam qef, se pak duan femrat se janë çik kështu. E kanë të pasurat e botën emocionale dhe çik po t'ja lavdërosh çik ato dhuntit, fillon e kalojnë pastaj, i besojnë ato gjëra, edhe i kërkojnë për vërtet i pastaj do të drejtat. Po, mund ta bëj unë atë. Ka thon Viloni atje. Mund ta bëj unë atë punën që bën ai, mund të bëj edhe unë atë t'i jap Vincit atje. Po, ta thotë se referencë, ka thon ai, mreti më. Po, do ngri dhe unë shtanga në lojët olimpike, thotë, do bëj edhe unë futboll, do bëjmë edhe unë police, deputete. Edhe pa marr parasysh shprehjen e famshme franceze chercher la femme, domethënë molla sherit është femra, domethënë sa po ja futet femrën aty ku s'duhet, a hollin air. Se edhe historia kështu nisi, me gabimin e një femre nisi nga Eva dhe pam pasojat. Se gabimin e boni Eva apo e boni Adami edhe? Po jo, po Adami nuk u joshte, kupton? Femra do u joshte. Tek ajo i futi atë spicën. Edhe kapi dhe Adamin nëpërmjet Evës, se vetë Adami nuk shkonte. Ajo po shikonte pemë. Pse çka ka kjo pemë? Pse është ndaluar kjo? Edhe po i shkonte po e rrotullonte. Aty e pa i tjetri, e Sykuqi, që është mbrapa Rockefellerit dhe mbrapa Rothschildit dhe gjitha këto. Edhe i futi ato dyshimet, shiko se nëse nga femra. Se mos xhirohemi shumë. Po se hapërdajmë. Edhe e para ishte kjo, tha, që ti nxjerrshin femrat nga shtëpia, tha që ti taksoshim edhe gjysmën tjetër të popullsisë. Dhe tjetra ishte domethënë që ti merrshim dhe fëmijët. Ti merrshim dhe fëmijët dhe ti edukonim ne, tha, duke i futur nëpër këto, duke nisur me kopshtin, këto çerdhet kopshtin, shkolla, arsimi këto, që ti edukoj qeveria fëmijët. Ti fusim ne ato direktiva që duam neve. Jo dashuria nënore, ëmbëlsia, ngrohtësia e saj, domethënë që të rritesh i natyrshëm, po të programohesh. Se edhe arsimi është shpikja e atyre, sajesa e atyre është. Që të programon se si ti je i bindur ndaj autoriteteve. Tani të bindur duhet jemi neve, po me një logjik, jo kështu kuturu. Edhe i tha pastaj, po pse i bëni këto gjëra ju, tha, pse ndërhyni në historinë e njerëzve, të jeta e njerëzve këtë me radhë.
I tha regjizori. Po e pyeti kështu me naivitet regjizori. Ç'to duhet ty, tha ky, domethënë ti shiko veten tate, shiko gruan, fëmijët, shiko familjen tënde, tha. Atë në formë presionin, le të thënë. Po, domethënë se atyre nuk i pëlqen që neve të interesojmë për njëri tjetrin. Atyre intereson që të fusi dyshime, inate, smira, urrëtie, për çfarë zapto. Po. Eci me këtë taktika, dhe kanë qef atë pjesë. Po ku doni të arrisë, kush është qëllimi juaj final, tha? Qëllimi juaj final, tha, është ti vendosim një çip në duart e njerëzve, të gjithëve. Ja tha që atëherë. Që atëherë kishte thënë ai, që thash emisionin e fundit që dash një shifër, kanë bërë gati 10 miliard qipe që t'jen brenda, domethënë. Se nuk i dihet se linjët nuk i komandojnë ata, dhe thanë, po ti kemi gati, që edhe po shkon aq, t'jen aty nga dishmërit presin. Edhe këtu, më thënë, qëllimi final. Po pse e vrau këtë, pastaj? Si ndodhi kjo që e vrau atë? Po sepse ky, si njeri i mirë dhe i drejtë dhe i ndjeshëm që ishte, ky tentoi që të bënte një dokumentar. Edhe që të trajtonte domethënë këto dinastitë e këtyre familjeve të mëdha. Edhe qëllimet e errta që kanë ndaj njerëzimit. Hodhi ndonjë hap ky që ta bënte këtë apo këto morën informacion kështu? Ka nxjerr diçka konkretisht ky? Ky nisi që ta bënte domethënë ato dokumentarin, sapo këta e morën vesh, i krijuan ato aksidentet e famshme pastaj. Që bëjnë të duket sikur ishte kështu e natyrshme, ose aksidenti, rashkiti, ra u thy qafa. Po të njëjtën gjë po bën edhe ti, le të themi, me këtë që po bëjmë nëpërmjet këtij podcasti ose bashkëbisedimi, po bën edhe ti. A nuk e frikë se mund të ndodhe ty diçka? Jo, frikë s'kam, fare. Pastaj para se ta çojmë te frika, domethënë unë jam i pakonsiderueshëm tek ata, se nuk ose jam në një influencer siç është ky termi modern tani, nuk ose kam ndikime ndaj masës që të përbëj rrezik për ata. Po nesër nëse do të kesh për shembull ndikim ndaj masës. Jam i vendosur, shiko, unë dashuroj të vërtetën. E dua transparencën, i them gjërat ashtu siç i shikoj, ashtu siç e besoj, bazuar në ato bindje, në ato info që kam, në ato dije që kam, e do e them deri në fund. Te kjo pjesë ka për të ndaluar asnjë gjë, nuk do ja lejoj vetes që të friksohet në këtyre gjërave, edhe sikur të më heqin qafe, çfarë pastaj? S'ke frikë? Sa do jetojmë këtë botë? Një ditë do ikim, tash do ikim më herët. E çfarë pastaj? E do shkoj te Zoti im. Kaq. E vërteta ka kosto, kjo lloj gjëje. Kosto jetën, këtë jetën e përkohshme. Me çfarë pastaj? Për mua nuk është se përbën ai kosto. Kjo gjë. Fundet në këtë botë neve të përkohshëm jemi, kalimtar jemi gjithsesi. Si sot, si nesër, si mbas 5 vjetësh, si mbas 10 vjetësh do ikim një ditë. Nëse do të gjente formën të joshte, do ikim me nder. Nëse do të gjente formën një nga këto të familjeve të mëdha, do të gjente formën të joshte, do pranoje? Si s'deshin të joshin këtë regjizorin, se ashtu u nisën ata në fakt. As pranoje? Jo, nuk pranoj. Çfarë i ofruan atij? Po që ti ishte edhe ai pjesëtar aktiv i aty organizatave të tyre. Edhe ky s'pranoi dhe ky vendosi të bënte të kundërtën, domethënë madje ti ekspozonte ato, jo ti mbështeste. Kështu që ka muhabeti, edhe pas takimit pas sa kohësh e kryponte e vran? Më pak se brenda një viti. Brenda një viti. Po sa pan domethënë që ky po bënte ato lëvizjet për të bërë këtë ekspozimin të dokumentarit. Edhe filloi procesi i zhdukjes. Ka raste tjera që njerëz që njihen ose njerëz të famshëm me influencë që kanë pasur po të njëjtën histori ose fat? Po ishte edhe një rast tjetër, po besoj se janë plot raste të tilla, se këta i gjëmojnë, i gjurmojnë këto njerëzit që i punon truri më burr, duan njerëzit e zgjut. Për t'i vrarë. Jo, i duan që ti përdorin. Po nuk u bindën po. Po që ti përdorin, po. E duan ato trurin e tyre. Po kjo Black Rock. Çfarë është? Çfarë mund ta thosh për Black Rockun? Black Rocku është ajo që do të blejë gjithë Ukrainën. E do herë që të sheshohet herë me ato luftat me ato gjëra dhe pastaj ta ndërtojnë. Po këta janë pas Black Rockut? Është organizat shumë e errët ajo Black Rockut. Është kompani, po që ajo blen gjithë tokën, gjithandaj kudo është Black Rocku. Po këta janë, po këta familjet e këtyre, po këto janë. Po këta janë. 5 veta janë në majën e gjithë kësaj që quhet 5 familje apo 5 veta? 5 mbiemra, le të them, 5 familje.
5 persona që komandojnë gjithë këto familjet e mëdha, që janë mbi Rockefellerin, mbi Rothschildin. Janë mbi këta. Këto janë Maja, këto janë ajo Maja e syrit piramidës. 5 janë. 5 kanë qenë gjithmonë. Po, Kush janë? Gjithmonë duhet të jenë 5. Lidhet me këto 5 kontinentet, 5 sepat e yllit, se ylli është simbol satanik. Në çdo cep është një nga këta personat. Kush janë ta? Këto janë shumë misterios ta njerëz, domethënë, këta nuk i dihet as çfarë emri kanë, nga çfarë parardhje kanë, domethënë vetëm që janë 5 veta, di vetëm se ku jetojnë. Ku jetojnë? Këto jetojnë në Kret, të Greqisë. Çfarë thuaj, pasi më afër më bu. Po. Aty ke këto tipat. Në Kretë. Po. Aty ke. Këtë e di me siguri. Jetojnë pjesë më të madhe të jetës tyre, domethënë, e ushtrojnë atje, jetojnë atje apo shtojnë atyre? Aty është Selia. Është foleja atyre këtyre 5 ujqerve. Çfarë 5 ujqe, këta janë 5 dragonj. Në Kretë, po çka kanë në Kretë? Pse janë lidhur me Kretën ata? Nuk e di, ajo Ka një Kreta arsye? Si di, ajo është vendi atje në Kretë po ngelet u bë tërmeta vazhdimisht. Po si po tundet her pas here. E nuk e di, tani këto janë më satanistat e gjithë satanistave. Këta janë 24 karat. Këta vinë direkt në kontakt me atë tjetrin. Direkte, pa ndërmjetës. Aq çu janë këta. Pastaj vinë këto familjet e mëdha. Këto janë më lart si këto familjet, Rothschild, Rockefeller e këto. Po, janë më të mëdha këta, më të fuqishmit, më të mëdhenj. Ata janë të padukshmit fare që nuk dalin sken kurrë. S'kan dalë asnjëherë. Kurse Rothschild dhe Rockefeller i kemi parë edhe në Google i gjem për shembull i ke pasur ratën e tyre se si janë. Rockefeller është i Amerikës, Rothschild është i Anglisë, njëri më ka gjysmën e botës, tjetri ka gjysmën tjetër të botës, po që janë të dy bashkë formojnë dy pjesët e ashtu. Edhe këta janë mbi këta. Këta 5. Kjo 5 ja. Këta 5 prap. Po 5 prap. Dalem me 5 sa thellë që kanë të punë. Po në Shqipëri kanë qenë herë ato? Ndoshta edhe po. Se di atë, domethënë nuk e di atë agjendën e tyre si lëvizin kur shkojnë ata. Ndoshta ato rrin Kret për të ruajtur Shqipërinë, si mund të jetë një nga vendet që lakmojnë më shumë të Shqipërinë. Shqipërinë kurse donë. Jo, kjo është e vërtet që thua në fakt. E duan, madje këto hebrejt, këta Izraeli, domethënë këta e duan shumë Shqipërinë. E duan, ë? Prandaj edhe këta 5 janë atje në Kret, janë po izraelit. Po ashtu duhet të jenë. Ashtu duhet të jenë, janë pjesë e kësaj që përmendëm herën e kaluar për Kabala, domethënë këto janë adhuruesit, admiruesit e plot të kësaj teorisë të Kabalës, të misticizmit të Kabalës. Çfarë do na thuash diçka më shumë për Kabalën? Ne e kishim lënë si temë që në episodin e shkuar, por na thuash diçka më shumë për sa i përket le të themi si luajnë gjërat aty, me çfarë merren, çfarë ndodh konkretisht, çfarë është Kabala? Trajton teorinë e ana e errët e komplet e gjërave. Domethënë është anti-Bibla, është anti-ungjilli, anti-drita. Që ajo sfondi aty është errësirë. Domethënë është vetëm errësirë atje. Edhe trajton anën mistike të gjë, misticiste, se mistike çdo gjë. Të gjërave. I referohet shumë simboleve satanike, magjike, trajton shumë horoskopin, lidhet me astrologjin, besojnë dhe atë në rimishërimin, domethënë kanë elemente budizmi, neoplatonizmi, kanë dhe çik elemente krishterimi, kanë të përzierë ato, janë mix ato aty. Edhe këtë sekt mund ta quajmë tani këtë lloj forme misticizmi ka njerëz shumë nëpër botë që e kanë përqafuar? E këtë është më thënë, e përqafojnë plot. Që janë këta vipat e mëdhenj, jo këta vipat e Big Brother që kemi ne, se këta ata vipat e mëdhenj, këto presidenta, këta ministrat, këta bankierët e mëdhenj, Trumpi e ke aty brenda, Madonna, domethënë se kapin dhe këto anën e rockstarëve, domethënë që i kanë mbështetur atë gjë. Madonna madje kur bënte këto shfaqjet, dilte me një xhup lëkure dhe mbrapa kishte trekëndshin me syrin që qëndron aty në mes, në qendër, që shfaqja haptazi, domethënë që është përfaqësuese e kësaj gjëje. Ke plot domethënë që janë të prirur ndaj asaj. I të ri që ana e errët Allah, ku dëgjon. E pëlqejnë. Duan t'i falen atij tjetrit. Si ishte me një stadium ku ishte para ca kohe. Që në podium atje gjithë ata pjesa që mbështeste
njërën nga ato dy skuadra që po lushin atje, e kishin kthyer domethënë, kishin nxjerrur një pamjen e satanait valla. Kupton ai me brir atje, me atë kokën e shëmtuar atë me atë fytyrën ashtu, edhe e kishin kështu si logon e tyre. Kupton, kanë dalë hapur tani më për. Po ndoshta kjo vjen edhe nga padituria. Një pjesë njerëzish ose ata që e kanë bërë ose kanë nxjerrë, e kanë organizuar këtë gjë, ndoshta nuk janë të në dieni, nuk kanë informacion se çfarë po bën. Nuk i dim për shembull që satana i përfaqëson të keqen. I tërheq ajo. Ose thjesht e përdorin si imazh. Ne kemi thënë edhe ke rasti për shembull për letrat e Bixhozit që gjithë ato imazhe le të themi përjetësohen, siç e ke thënë edhe ti. Pra, te letrat e Bixhozit ose këto që bëjnë magjistarët, letrat tarot, ndoshta ato se kuptojnë atë pjesë që po ta kesh si imazh në stadium atë, ti je përfaqësues ose rimishëron atë. Shiko, ato njerëz që e duan të mirën, i duan dhe pamjen e bukur. Kurse tani këta njerëz që shkojnë atje dhe përfaqësohen me pamjen e kokës satanait atje, ata vetëm që shohin atë gjën e shëmtuar atje, ata duan të keqen valla. Duan të shëmtuar, nuk duan të bukurën. Këtu në Shqipëri, çfarë Ata koshient? Në Shqipëri, kryesisht për shembull, edhe nga politika ata njerëzit që kanë influencë dhe po qenë pushtetar, janë ata që duan të mirën apo të keqen? Politikanët tanë këtu në Shqipëri? Po. Nuk i plas fare për popullin e ke fjalën. Për popullin, as nuk duan t'ia di fare për popullin. Unë prandaj thash në këto emisionet atje, njerëz mos shkoni, mos votoni, sepse nuk se jam kundra votës, po për këtë votosh. Kush është ai që vërtet i intereson mirëqenia e këtij vendit? Po kjo është antikushtetuese kjo thirrje që bën ti. Po shiko, kushtetuta nuk kishe marrë parasysh si duket zemrat dhe mendjet e errta të disa njerëzve. Se ajo kushtetuta ecën me 1+1 bëjnë 2. Ecën me tabela qarkullimi, këtu shiko, kthese fort, kthese but. Po nuk është se ka marrë parasysh botën e errët të disa njerëzve. Tani fatkeqësisht aty në parlament janë gjithë peshkaqenë valla. Kush grabisin ai llokëm. Ti vetë do votosh? Unë s'kam votuar ndonjëherë në jetën time. Si votuar si herë? Jo. Edhe s'kam për të votuar ndonjëherë. Po këto justifikohen edhe mbështesin këtë që thonë që ti nuk duhet të flasësh përderisa s'ke votuar. E mbështesin ata për të shtyrë ata që mendojnë si puna ime, ose që dyshojnë këta. Si është këtë herë, këto zgjedhje, a do të shkojnë, do të jetë përqindje e lartë e shqiptarëve që do të shkojnë të votojnë apo jo? Në botë kuptimin tonë, si është gjërat? Besoj çfarë trendi jemi? Do ketë goxha pjesëmarrje sepse do ketë goxha, pse? Po, shiko tani, pjesa më e madhe që besoj unë që do shkojë për të votuar, do shkojë vetëm për arsye hakmarrjeje. Vetëm që të heqim të që është tani. Do votoj dikë tjetër vetëm që mos shoh më këtë në televizor që sa herë që hap kanalet më del fytyra këtij. Dalë një fytyrë re. Nisur kështu domethënë me gjëna të ulta. Si është situata? Do të ketë ndryshime të mëdha politike në Shqipëri? Ndryshime do ketë politike, po jo për mirë. Jo për mirë. Më për keq. Do të ketë ndryshime politike, po jo për mirë. Asnjëherë nuk do të për mirë. Asnjëherë. Gjithmonë bëhet më keq. E gjithë bota është koordinuar që çdo hap që hedh tani e tutje, kështu ka funksionuar historikisht domethënë, po tani është bërë më intensive. Është për gjithmonë për më keq. Asnjë që nga i hajrit valla, asnjë në këtë rrezull toksor nuk mendon për mirë. As të tokë, as një krijesë e Zotit. As edhe një, sepse edhe sikur mirë. Po gjithë kanë bërë pakt me këtë sikuqin me djallin. Po nuk janë të fortë, por nuk i duhet të jetë dikush shumë i fortë, të jetë bashkuar me të vërtet fortin, duhet të ketë lidhje të gjallë me Zotin, që të jetë njëri i pacënueshëm, i pakorruptueshëm, që ti ketë lënë pas gjitha këto gjëra që na bëjnë neve kemi të ulët realisht. Ti nuk je për të shitur, apo? Po është fiks momenti. Fiks moment. Ju nuk jeni për të shitur miq. Gjithë ju që keni menduar të shisni votën apo drejtën tuaj, lirinë tuaj, mendojeni mirë. Nuk jeni për të shitur. Është fare e thjeshtë. Faktën atë zgjedhje që bëni, ta bëni me kokën plot tuaj, duke menduar që Aleksi, filani XY, është ai që e meriton për 1, 2, 3 arsye, qofshin edhe të gabuara. Unë me këtë ide jam.
Ajo që the domethënë vërtet në këtë rrezull talkshore s'ka një njeri të hajri domethënë që ti jetë interesuar vërtet për njerëzit, është shumë ka kalu domethënë në ekstrem situata. Prandaj thashë në emisionin e fundit që ka rrit zoti një njeri i gjallë që në shekullin e 13 që dali tani që të komandoj botën. Kupton, ai ishte i përkryer tamam, i përsosur. Se nuk ka, se ti edhe vetë të nisë për shembull, ta nisësh mirë, diku gjatë rrugës do devijosh. Do të hyj një ide e gabuar në kokë. Pa Ka i dobët po jemi, pse unë do e rregulloj, po pse unë do ju ushqej, unë do e çoj përpara, unë. E çfarë do bëj unë thot? Po shfryzoj këtu ku jam, të pasurohem, të fryhem, të jetoj 700 vjet të ardhshëm që më kanë ngel jetë, se kështu mendojnë këta, se zovdesin kur, e do i marrin me vete. Kështu që unë nuk shpresoj me këto Edhe njerëz. Rama ashtu mendon që nuk duhet ta lëshojmë edhe këtë mandat, ta marrim edhe këtë mandat, se kam shumë punë për të bërë, shumë gjëra për të bërë. Do ta çoj Shqipërinë në Europë thot. Po, Gjitha. se po shkojmë në Europë u zgjidh pastaj, atje Europa po Ti vjen nuk për e vetë. beson këtë pjesë që Rama do ta bëjë edhe? Jo Rama tjetë, po edhe 7 Rama si ky dhe 70 Rama tjenë nuk ka për të bërë asnjë ndryshim këtu. Edhe kushdo që të vijë atje në timon. Pra nuk do të jetë për mirë. Jo. Mos harrej menjen. Tani ky bëri një intervistë fundit tani, No? pas ka një podcast ky. Po, ka i podcast. Unë si dia, unë me këtë emisionin që ma dërguan, bilese si Si dia. dihet ti? Jo. Çfarë thonë është një nga podcastet më të mira në Shqipëri. Shihet në mbar botën. E shohin gjithë çfarë janë influencerët huaj, e kanë si pikë orientimi tutorial që të marrin këshillat bazike të bëjt podcastet, përdoret mikrofonin, të kesh vesh për të dëgjuar. Jo, unë tani Gjithë bota është. pardje mora vesh që ky pas ka podcaste dhe kishte Media shqiptare për shembull orientohen shumë nga mediat, televizionet shqiptare, gazetarët, moderatorë nga më të shquar të Shqipërisë, më të e suksesshëm. ndjekin këtë podcastin. E ndjekin dhe marrin shënime se si drejtohet pyetja, si dëgohet me vëmendje. Pra ne flet aty si stoik atje me një zë kështu do. Fevziu që kur dëgjoi këtë për herë të parë, nuk thot më pusho, nuk të pret fjalën. E shohë si model domethënë. Patjetër. Jo Shqipëria, por bota. Se ky normalisht Shqipëria është kthyer edhe në kryeredaktorin e mediave shqiptare, orienton media se si duhet ndiqet linja gazetareske, editoriale, politike, cila është kronikë e mirë që shërben shqiptarëve, cila është kronika e parë, e dytë, e tretë dhe e fundit në bazë të rëndësisë, si niset koka e lajmit, zhvillimi, mbyllja, zgjidhja. Po si një revolucion domethënë Po, kjo. jo. Te po e marrë edhe shembull në përbot. Trumpi vetë për shembull fitoi zgjedhjet duke parë vetëm modelin e të ofruarit podcastit siç e bënte Rama. Në podcast e fitoi edhe ai, Trumpi në Amerikë. Gjithë mediat i kishin bojkotuar, sabotuar, se transmetonte asnjëri, me tek podcast që bërëm tek Joe Rogan, fitoi. Edhe ndoqi modelin e Ramës. Falë Ramës, kjo është, por nuk janë një, nuk janë një kush. Nuk janë një to merita gjithë këto gjëra që mos më njohës. Madje edhe bumi i turistëve është nga vetë Rama që bën thirrje pas here. Te podcasti i tij, nxjerr to ministrat që numërojnë nëpër dogana, sa turistë futet njëri, futet tjetri, numërojnë një statistikat me fakte, argumente, gjitha bindse. Jo siç flasin mediat që pa fakte pa gjëra. Ky ka me fakte, ka gjithë armatën, ushtri njerëzit, punojësit e tij që kanë dalë në terren, i numërojnë me fakte të gjitha, ja si janë dokumentuara, ky i thotë. Pas kemi një margaritar në mes të llumit domethënë, një dritë në horizont. Po më thuaj pak si e ke parë ti këndvështrimin tënd për sa për këtë podcast, përderisa pas ke mësuar tani së fundmi. Po tani që më the që e pas ka të shpesh këtë, unë për herë të parë pash këtë. Madje para disa ditësh kanë nxjerrë edhe stafin e tij, që ka konkuron mbinshëm me qindra intervista që kanë bërë, thotë që janë njerëz që kanë qëndruar në heshtje. Që po bënte prezantimin e stafit të ri ai. Doni fytyra të reja ju, ja shife se i sollon fytyra të reja, kështu që. Jo për stafin e Partisë Socialiste, të forumin rinor e tjerë që ka aktivizuar për fushat. Ky është stafi i medias podcastit. Ai medias ishte kjo. Po. E nëse që ka shumë aktivizuar kjo. Patjetër. Edhe thoshte aty që kishte ftuar kryebiskopin e ri të Kishës Ortodokse ato që falet Shqipërisë, aty. Edhe bëri përshtypje ajo hyrja që bëri ky tani. Sepse tha, forluturi, tha, keni rastisur, tha, të merrni pjesë në podcastin
e 13 në episodin, tha, episodi 13, tha. Ju bën çudi kjo puna e 13-s, tha, numri 13. Edhe po shikoj herë kështu në, pse po fiksoj ti me të 13? Tu thot me video, e ke me video ti e ke Po se kam shkruar, ndonjë video që t'ja tregoj? Po. Ne ta dëgjojmë pastaj na shpjegohet që të jemi edhe më konkret edhe tek njerëzit. Zoni 13, qëlloj 13-a. Duhet jemi të kënaqur apo do të jemi të shqetësuar me 13-ën? Po, në fakt, hebrejt kanë një qasje pak ndryshe ose kanë një qasje shumë të fokusuar tek numrat, edhe që nga kabala e me radhë ata bile ka korrente në fenë hebraike që besojnë se tek numrat ka shumë shpjegime dhe për atë që na ndodh dhe për atë që do na ndodhi. Më thuaj pak. E shikon tani ti. Ç'a shete kjo? Ç'a lexonte kjo? 13-a, kabala, numrat që tregojnë parashikimin ç'a do ndodhi, ç'a ka ndodhur. Kur bëm atë serimin e asaj plombës që bërëm me tani çpari, jo asaj me flutur, atë tjetrën, me sfondin e errët atje. E më që të kisha thënë atë emision e kaluar, domethënë që këto janë simbole misticiste që kanë lidhje me kabalën. Sa po ta konfirmoj që është vërtet ashtu siç u bë shpjegimi atë ditë. Domethënë është i lidhur me ata. Lëviz me numra. Duket që kush shfaq edhe një lloj simpatie, një lloj po sepse për ata punon. Entuziazmi që me ata punon, atyre shërben. Me ata ka lidhje ai. Edhe Trumpi që edhe ai kabalisë është ai. Prandaj unë nuk mendoj se kanë konflikte këto dy me njëri tjetrin. Sado që ta paraqesin sikur janë kundërshtim. Bashkë janë kokë kom. Edhe do ato se duan njëri tjetrin, por janë të detyruar për shkak se kanë po të njëjtin qëllim apo jo? Po një të qëllim. Po. Po një kokë, atyre të pesëve i shërben dhe këta. Gjithë që janë poshtë në hierarkisë, piramidës. Se është bën fjalë për piramidë. Ktu do lidhet kjo piramidë tani. Do e lidh. Tha numrin 13. Ai numri 13 që përmendi këtu është po ta shohim tek $1, tek kartë monedha $1 atje, është plot me elementin 13. Piramida, po ta shikosh, ka 13 shtresa. Vjen e gjerë nga poshtë, duke u zvogluar, përfundon me trekëndshën e maj. Po ti numërosh ato janë 13 kate. Në fund fare është ajo trekëndshë me të syrin atje. Nga krau i djathtë është një shqiponjë atje që ka të formuar flamurin izraelit me ca yje. Ato yjet janë 13. 13 yje. Që është sipër shqiponjës. Bëni krahasimin, shikoni $1. Në kthetrat e saj, te ktheta e majt e shqiponjës, mban disa shigjeta. Edhe janë 13 shigjeta. Tani, do thosh ti pse 13-ën? Po. Lidhet me që nga dhjata e vjetër që tek 13 fëmijët e Jakobit. Janë 13 fiset e Izraelit. 12 por është plus 1, është dhe djali i vogël. Janë 13 fiset e Izraelit. Hebraizëm, kabalizëm, misticizëm, ndorthuren, lidhen gjitha këto bashk. Ky është shërbëtori i tyre. Që do thot? Të 13 familjet? Çfarë misioni kanë? Cili ka qenë misioni i tyre? Çfarë është e shkuara? Çfarë pret e ardhmja? Këta e lidhin. Çfarë synimi është kanë ta pra? Po synimi është domethënë që Izraeli, meqense ato ishin 13 fiset e Izraelit, është thënë që edhe nga vet këta rabinët që i shërben Trumpi që e bën president aty, kishin thënë që do bëjmë neve Izraelin që vendin qendrën e botës. Po. Atje. Kurse kryeqyteti i Izraelit do jetë Palestinë, do jetë Jeruzalemi. Nga Tel Aviv do kalojë atje. Sepse aty do ndërtohet një tempull atje. Po përpiqen ta ndërtojnë tani se kanë kollaj, sepse duhet të shembin diçka që të ndërtohet kjo. Duhet të shembet xhamia e Omarit, që për botën muslimane është e shenjtë, edhe nuk të lejnë ata. Kupton se po e goditën atë atje, do sulen këta, do bëhet kaos. Edhe kështu lidhet. Izraeli do të jetë më nesër? Ka lajme ose aludime që thuhet që do të shkatërrohet komplet si shtet.
Izraeli nuk e di a do shkatërrohet, po ka shumë frikë Iranin. Izraeli. Po. Sipas te kush është më i fuqishëm, Irani apo Izraeli? Irani është shumë herë më i fuqishëm. Shumë herë më i fuqishëm. Po nuk e bën dot vet, edhe vendos Amerikën përpara. Kush Izraeli ka vendosur Amerikën përpara. Po, se Izraeli komandon politikën e Amerikës. Pra dalim tek ajo që thamë herën tjetër që lufta e tretë botërore do të fillojë nëpërmjet Iranit dhe Amerikës që përdoret nga Izraeli. Po. Pra ata që komandojnë sot Amerikën janë këta rabinët, izraelitët. Ata metodë sullufe të kështu Pa. përdredhura. Ata e komandojnë. Por ama Trumpin. si mundet që të thot kaq troç, pra si kemi ardhur në këtë ditë që deri dje këto kanë qenë edhe të fshehtë, ose kanë dhënë mesazhe me kode, gjithë këto detaje që theti ndoshta ne s'ta kanë bërë përshtypje kur kemi parë dollarin ose gjithë këto shtresa 13 shtizat 13 yjet, gjitha këto domethënë. Edhe Të lidhe me 13 familje, pra 13 fiset, ëh? Po, Izraelitët, të hershme, pra të që në 10-ën e vjetër. Që në 10-ën e vjetër. Që sot i kanë tek libri i tyre që quhet Tora. Si mundet, pra to kanë qenë të fshehtë duke e dhënë të lloj shpjegimi. Kurse sot kemi ardhur në një pikë, në një ditë që imagjino Rama, kush është Rama ose Shqipëria, ose ne këtu ku jemi, një vend kaq i vogël me këtë të flasi tani Rama me këtë lloj simpatie për këtë lloj misioni. Si është misioni i tyre? Po me sa di unë Si e lejojnë domethënë ose apo ka ardhur dita që të flasin kaq troç? Po tani shiko, ky nuk vepron me kokën e vet. Për këtë pjesë do të jemi të bindur. Ky domethënë del aty është thjesht zëdhënës. Po. Po pse kanë ardhur në këtë pikë që po e thon kaq troç, siç e thot ky. Që ai duket që ky mënyrë si e thotë është shumë entuziast, shumë Po nga që dihen të sigurt tani që nuk kanë më reagime, nuk mund ti dalë dikush kundra domethënë, e kanë situatën në dorë. Your future is in your hands. Po se për cilën dorë kanë fjalën, domethënë ajo është pak e vështirë, është ajo që ne po mundohemi të themi që ju po na kundërvijeni një pjesë shumë e vogël atyre, por gjithsesi ne ju ftojmë të reflektoni jo për ne, por për veten tuaj, gjithsecili nga ne mos e merrit mirëqen atë që ju a shfaqin, ju a servirin, ju a thon dhe ju a prezantojnë çdo ditë përpara syve tuaja dhe të mendoni nesër që unë me Aleksin kemi probleme. Por çdo kush nga ne ka probleme, patjetër. Mos ta lën Zoti pa probleme, se problemet na bëjnë që të kuptojmë që jemi human, jemi njerëzor dhe normalisht jemi ata që edhe rrezohemi, edhe ngrihemi, por më rëndësishme është të japim dorë njëri tjetrit. Ajo është. Apo gjithë qëllimi. Të japim dorë njëri tjetrit, sepse këta duan na i shkopusin ato duar që mos jemi në mbështetjet e njëri tjetrit. Për çfarë s'ndo. Alex, të falenderoj shumë. Ishte kënaqësi si çdo herë, gjithmonë kur jemi në këtë lloj bashkëbisedimi, minutat ikin shumë shpejt, s'merr vesh se si kalojnë. Unë kam thënë që ndoshta do të lindi nevojë që të jemi dy herë në javë. Me këto që po ndodhin, hapi është shumë i shpejt i tyre, kështu që edhe hapi jon do të koordinohemi dhe ne me ritmin e tyre, Të kapim ritmin, se s'ka se si ndryshe. Unë të përshëndes, të falenderoj shumë. Faleminderit dhe gjithashtu. Miq, ju përshëndesim për pyetjet, paqartësitë, komentet, interesin tuaj është gjithmonë në vëmendjen tuaj. Kështu që mos nguroni të na ndiqni, të shpërndani atë se çka ndiqni këtu dhe të na komentoni dhe të na pyesni. Ju përshëndes. Pis puna, pisk.